mbetjet, nuk duhet i hedhim në përmjedise të hapura që të dëmtojmë pemët edhe ambientin. Zamër, a me të dy? Po. Thoni kjo është dhe një nga ato ventilatorët që prodhojnë energji. Po fillon, Big Mama. Eran. Likat që prodhojnë energji. Po. Eran. Thuani, e kemi vëllë. Tani, ku je? Më morën paketën ke plevit? Ja bre, ma, mësë lem rahat. Lem rahat, flut në Alina. Kishte rënë aty. Jo, ja bre, ma, mësë bëni, edhe mësë hajtë me më drejtu, hormon këtë njërë. Edhe në ka dhonë sinjal. Og? Hajde, Casey, vazhdoj. Okej. Vazhdo ti, Big Man. Ti vazhdo më se po. Ata bëjnë. O, jo, Po, Casey. pret, bëmë së mërtet. Pret. Casey. Po, pret, se regullat ti thot, kjo mësë mërtet. Në rregull. Pret, që cëpë. Po, mësë delë se se të më interesuesh. Po, no. Po, lebre, mësë delë, Jo, heq. kryen ngrit. Nuri! Me këto s'dile. Po, lebre, mësë merë. Jo, pra se e kena ngru. Rup, shko Po, thire, po, ma s'kam pas e një bëlla. të vazhdojmë atë. Ojnor, Shpirta po, mo e fundit më konë. Për sot? Klutna. O, Nuri, jena në grup njerë. Klutna. Për herë por, për herë të më romë, me gjithë respektin që e kam për ty, për herë të fundit. O, gani. Për herë të fundit, klutna. Me gjithë respekt. Se unë nuk... Që ka unë sa bëj për kunjës e këshu. Jo, mirë. Pysë në mënyrë Unë në mënyrë njerëzore për tregoj. Ta që ishim po flisën ke plevica që na Në thiri. mënyrën ma njerëzore. Shko kërka, nëse dalë unë ty. Po. Po. Çfarë cigarën për këtë? nuk mënë me gjithë cigarë për mes plevicës, du një mes vetë. Jo, bre, por se një sekundë këtë. Hajde. Po vish pak se do të më dhonë sinjal. Sinjal, s'ko në me dhonë, Jo, se ta thamë Big Mama. Right. Përshëndetje, sot është dita ndërkombëtare e tokës, unë edhe ekipa e kena bu një instalacion simbolik, dy prej mesazheve që do t'jenë të kujdesemi për mjedisin, Casey vazhdo. Atëherë, kjo ka dy kuptime, dy mesazhe. Kjo së pare është një pemë, të cilën jemi mundu ne me e bu në mënyrën tonë. Atëherë, si fillim nuk duhet të dëmtojmë pemët, t'i presim, sepse pema çliron oksigjen dhe thith dioksid karboni, pa pemë ne nuk kemi jetë. Dhe mesazhi i dytë është këto mbetjet ne nuk duhet i hedhim në për ambiente të hapura, sepse dëmtojmë shëndetin, dëmtojmë mjedisin dhe dëmtojmë edhe pemët gjithashtu, edhe çdo gjë që ka të bëjë me ne është pema, është natyra, është mjedisi i pastër edhe që t'jemi të shëndetshëm. Një mjedis i pastër për një jetë më të mirë. Ndërsa këtu kemi pregatit me mundësi që i kemi patate. Sa ka qëllu? Po më të shish me sekret e sigur që jam. Duket shumë e bukur. Patate me qep njoma, hudra, salcë kosi bio që e kemi bë këtu dhe kemi dekoru me ca lule shtrydhe, dreza. Hajde ta. Nga ekipi jonë, urime dita ndërkombëtare e tokës. Edhe na Nga boft ne. mirë. Kujdesni për mjedisin. Kujdesni për shëndetin dhe hani bio. Bio. Kujdesuni që të mos të hedhni Qofte bio. betorina, sepse po hedhet betorina, edhe toka do të duket aq e shëmtuar sa kjo Sa kjo pemë. këtu. Mua. Uzuar. Mos u përdor në vend pa vend. Me mirë, me hudra, ala me mirë. Për krye. Që se kryen? Jo t'ja. Ja, më falë, pse ne ke çelë një? Vëm doja ishte si. Qa më kemë suti mu mi bo në shpekt. E të bërë. A të gjithë mirë? Shumë pak. Sa për të Ja, morë me formuar. vetim rana. Po. Gjë be leç aty. Ku e kena boç aty? Jo se këna me him... Se? Po, se marrim dhe Ah, një. mua. Hajde futemi prapë. Ka bedime. Hajde futemi në plevic. Nimi. Hajde se do futemi në plevic. O goca! Po, Mama, nuk në Erdha. plevic. Erda. Po merë dhe atë pjatë. Po e hëngër ma pjatën në shprast. Shkoj pjata. Pse? Ishte me copa-copa? Nuk është... Shif datën e skadencës. Po s'ka lidhje vetëm datës kadencës, ka dhe kushtet e temperaturës që përrim këtu.
është ngrorë, është ftorë 700 herë. Data e skadencës 26/2/2025. Edhe prodhimi për njëta datë. Mirë, okej, e morëm vesh.